Të dashur dëgjues të Radio Maris, ju ftojmë të ndiqni emisionin Lexo Biblën me ne, me komentim biblik nga Don Simo, pikpamje katolike. Në takimin e sotshëm lexojmë prej Ligjit të Përtrir, kapitulli 10 deri në 18. Tekstin e lexon Kristiana Curanaj nga Vishnjeva, famullia e Gucis në Maltëzi. Katekezen e bën Petrika Lame nga Bilishti, famullia e Korçës. Herën tjetër kemi biseduar mbi kodin deuteronomistik ose kodin e Ligjit të Përtrir dhe kemi thënë se përban disa tema teologjike, po i përsërisim sot edhe një herë me kryesore shkurtimisht. Tema e parë është Shema Izrael, është një urdhër, dëgjo o Izrael. Ky urdhër është në esencën e teologjisë së Ligjit të Përtrir, dashuria ekskluzive ndaj Zotit. Kemi treguar në takimin e kaluar se Zoti është një hyj xheloz dhe nuk e toleron idhujtarinë. Tema e dytë teologjike është se Ligji i Përtrir bazohet në kujtesën e popullit. Shumë herë ky libër thekson fjalën kujto ose mos harro. Ngjarjet e kaluara janë për Ligjin e Përtrir normë për të tashmen, zbulojnë vullnetin e Zotit, por jo vetëm kaq, këto ngjarje të së kaluarës aktualizohen. Disa ngjarje Zoti i ka vepruar një herë për gjithmonë, si për shembull mrekullinë e kalimit të detit të Kuq. Populli i Izraelit vetëm një herë ka kaluar detin e Kuq. Vetëm një herë ka kaluar në përshkretir duke ecur plot 40 vjet. Megjithatë, këto përvoja të mrekullueshme të veprës së Zotit duhet i përjetojë çdo njeri. Ato aktualizohen, sidomos me rastin e liturgjive dhe të festave. Tema tjetër teologjike është se ligji bëhet pjesë e jetës. Tora nuk është diçka që studiohet dhe dihet, njihet, kjo patjetër, por njeriu e shndron atë në pjesë të ekzistencës së vet. Kemi thënë herën tjetër se njeriu e mishron ligjin në qenjen e tij. E katërta është se nga ana teologjike kemi shpjeguar temën e retribucionit. Sipas saj, bindja sjell bekim, mosbindja sjell mallkim. E kemi kritikuar këtë mësim nga ana jone krishterë. Ky nuk është një mentalitet i saktë për të përshkruar mënyrën se si Zoti sjell drejtësi. Nuk është se Zoti ku njeriu nuk i bindet, ai e dënon. Përkundrazi, ai mundohet ta ndihmojë njeriu të kthejë, të përmirësojë. As është e vërtetë se me bindje njeriu e meriton mirësinë e Zotit. Mirësia e Zotit nuk është në treg dhe s'mund të blihet me veprat tona të mira. Duke bërë mirë, ne i bëjmë mirë vetes edhe tjerëve, kurse Zoti është i mirë për njeriu gjithmonë. Jo pse njeriu e meriton, sepse njeriu asnjëherë nuk do ta meritojë mirësinë e tij. Zoti është i mirë për njeriu sepse e do. Dhe tema e fundit teologjike që po e përmendim këtu është kujdesi për të dobtit. Vejusha, jetimi, jabanxhia janë ata për cilët njeriu do të ketë kujdes në mënyrë të veçantë. Pra, dashuria për të afërmin shndrohet në sjellje mirësie praktike, edhe në ndihmë konkrete, sidomos për ata që nuk mund ta kthejnë nerën. Në pjesën që lexojmë sot, Ligji i Përtrir kapitujt 12-26, por do të lexojmë vetëm 2-3 pjesë prej këtyre kapitujve të shumtë, kjo aktualizohet në formë edhe më të vendosur. Por para se ta lexojmë tekstin për sot, t'ja hedhim një sy rregullore së herem që lexojmë tek Ligji i Përtrir kapitulli 7, rreshtat 1 deri në 2. Gjejmë këtu një urdhër shumë ekstrem që ka nevojë të shpjegohet mirë. Teksti shprehet kështu. Pra, kapitulli 7, rreshtat 1 deri në 2. E kur Zoti hyjët të ketë futur në tokën që do të hysh për ta pushtuar, dhe kur të ketë dëbuar para teje komë të shumta, Hetejt, Gergezejt, Amorejt, Kananejt, Ferizejt, Hevejt e Jebusejt, 7 komë shumë të mëdha në numër e më të forta se ti, e ti ketë dorëzuar ty Zoti hyjët, goditi deri në shfarosje, mos bëj marrëveshje me ta dhe mos ki mëshirë për ta. Përshkruhet këtu kërkesa për të shkatruar 7 popull që banonin në tokën e premtuar. Tregon teksti se arsyeja e këtij shkatrimi është se Izraeli është një popull i shenjtë, i zgjedhur prej Zotit, është më i vogli ndër popujt dhe Zoti e do këtë popull më shumë se të gjithë popujt tjerë. Si mund të justifikohet ky ligj? Në fakt nuk është e lehtë nga ana praktike, por do ta shpjegojmë në aspektin teologjik që është më e rëndësishme. Për hir të dashurisë së veçantë që Zoti ka për popullin e Izraelit, Ligji i Përtrir ndalon çfarë do përzierje me popullata tjera. Ndalon edhe martesat e përzierja me fjalë shumë të rënda.
Ti lexojmë të rreshtat 3 dhe 4 të kapitulli 7. Mos lidh me ta martesë, vajzën tënde mos u jep bijve të tyre, dhe vajzë të tyren mos e merr për djalin tënd, sepse ajo do ta ngashnjej djalin tënd të mos më ndjek mua, por do t'u shërbej hyjnive të huaja. E atëherë do të ndizet flak zemrimi i Zotit kundër jush dhe shpejt do të qesë fare. Qëllimi i ligjit është formimi një bashkësie që e tëra do të përkushtohet për kultin e Zotit dhe evitimi ndonjë bashkimi të këtij kulti me kultet hyjnive tjera. Si do ta shohim kur të lexojmë librin e Esdres, kjo rregullore do të shkojë deri në ekstrem. Do të kërkohet që edhe të dërgohen në shtëpi gratë tashmë të martuara me izraelian. Kuptohet se kjo rregullore ka sjellë mospranim për një pjesë të popullatës, në mënyrë të veçantë prej samaritanëve, por edhe disa libra të Biblës e kundërshtojnë këtë rregullore. Libri Rutës për shembull, por edhe libri Jobi deri një farë mase. Popullata e samaritanëve do të ndahet prej tyre dhe s'do ta ndjek më ligjin e përtrirë, por një ligj tjetër, pikërisht 5 libërshin e samaritanëve. Nuk është momenti ky të shpjegojmë të gjitha dallimet midis Tora dhe 5 libërshit të samaritanëve, por mjafton të përmendim dallimin më të madh. Sipas rregulloreve të samaritanëve, kulti hyjnor ushtrohet në shenjtroren që ndodhet në malin Garizim, jo në Jerusalem. Por kur të flasim për pjesë të historisë së Izraelit, do t'i themi disa gjëra mbi këtë 5 libërsh pak të veçantë, kurse tani ta lexojmë tekstin për sot. E tani, o Izrael, çfarë kërkon Zoti, hyj yt prej teje? Kërkon që ta druash Zotin, hyjin tënd, të ecësh udhëve të tija, ta duash e të shërbesh Zotit, hyjit tënd, me gjithë zemrën tënde e me gjithë shpirtin tënd, ti mbosh rregullat e urdhërimet e Zotit, që po t'i jap unë sot për të mirën tënde. Po Zotit hyjit tënd, i përket qielli, qielli i qiellit, toka dhe gjithçka është në të. Megjithatë, Zoti u lidh ngushtë me etërit e tu, i deshi e pas tyre në mes të gjithë popujve, ju zgjodhi ju, do me thënë pasardhësit e tyre, si vërtetohet edhe sot. Pra, rrethpritni zemrën tuaj, dhe mos e nguroni më zverkun tuaj, sepse Zoti, hyji juaj, është hyj i hyjve, Zoti i zotëruesve, hyj i madh, i pushtetshëm, i tmerrshëm, që nuk bën krahambajtje, që nuk e prishin dhuratat, i jep të drejtën bonjakut dhe vejushës, e do të ardhurin, i jep ushqimin dhe veshën. Keni edhe ju dashuri për të ardhurin, sepse edhe ju keni qenë të ardhur në dheun e Egjiptit. Druaje Zotin, hyjin tënd, dhe atij shërbej, qëndroj besnik dhe në emrin e tij përbetohu. Ai është nderi yt e hyji yt. Ai i bëri për ty këto punë të mëdha e të tmerrshme që i pa në sytë e tu. Kur etërit e tu zbritën në Egjipt, nuk ishin veç se 70 frymë. E tani, Zoti, hyji yt të shumoj si yjet e qiellit. Ta fillojmë këtë shpjegim duke lexuar ligjin e përtrirë kapitulli 8, rreshta 2 deri në 5. Aty lexojmë kështu: Zoti hyjit ka bërë të kalosh për këta 40 vjet në përshkretir, me qëllim që të përulte, të sprovonte, të mësonte çka ndryhen zemrën tënde. A do t'i mbash urdhërimet e tija apo jo? Të mundoj me uri, por pastaj të ushqeu me manë, që se njihje as ti as etrit e tu. Kishte për qëllim të vërtetonte se për të jetuar njeriut nuk i del mjaft buka, por i lipet edhe se cila fjalë që del prej gojës së Zotit. Petkat e tua nuk janë shqyer në trupin tënd, as këmba jote nuk është enjtur gjatë këtyre 40 vjetëve. E pranoje në shpirtin tënd se Zoti hyji yt, të edukoj, ashtu si edukon njeriu fëmijën e vet. Shprehjen njeriu nuk jeton vetëm prej buke, por prej çdo fjale që del nga goja e Zotit, e gjejmë tek Ungjilli Mateut, kapitulli 4, rreshti 4, por edhe te Ungjilli Luks, kapitulli 4, rreshti 4. Tradita prej nga vjen ky citimi sinoptikëve i ashtu quajtur i burimi ku, frymëzohet tek këto rreshta të ligjit të përtrirë, për burimin ku do të flasim përsëri në të ardhmen, kur të flasim për ungjit. Edhe motivi vrasjes së këmbëve gjatë rrugës në përshkretir, siç shihet,
gjendet këto tek ligji për trirë, kapitulli 8, rreshti 4. Cila është buka e vërtet? Tora, ligji dhe dëgjimi i tij, kjo sipas Jezu Krishtit është buka e vërtet. Bindja ndaj Zotit është buka e vërtet. Prova që sjell Zoti nuk është asnjëherë tundim. Tundimi ka për qëllim ta mashtrojë njeriu, ta nxjisë të bëj keq. Tundimi është vepër e tjetër kujt, nuk po ja përmendim emrin tash. Prova ka qëllim ta forcojë njeriu të përcaktohet për Zotin. Përmes provës, Zoti ndihmon njeriu të qëndrojë besnik. Rreshtat 12 deri në 22 që kemi lexuar konsiderohen si një predikim. Është një tekst që ka për qëllim ta forcojë vullnetin e popullit t'ia mbajë fjalën e Zotit në tokën që po trashëgojnë. Mojsiu thekson se premtimet që janë dhënë Zotit kanë pasoja, duhet të mbahen. Mbajtja e tyre e modelon jetën e Izraelit në një formë shumë specifike. Premtimet bëhen në mënyrë jetese, mishrohen në jetën konkrete të atij që ka lidh beslidhe me Zotin. Tek rreshtat 12-13 kemi një pyetje retorike të formuar me përemrin pyetës në hebraisht ma, që do të thonë çka. E tani o Izrael, çka kërkon Zoti hyjët prej teje? Përdorimi i këtij përemri pyetës përkujton pyetje të Shkrimit të Shenjtë që kërkojnë shumë reflektim për të dhënë përgjigje. Kur bëhet pyetje çka, para se mu përgjigj duhet mendu mirë, sepse pyetja është e rëndësishme. Tani për përgjigje personale çka kërkon Zoti prej teje, gjithkush do të përgjigjet në formë personale. Teksti biblik nga ana e tij jep një përgjigje konkrete për çka Zoti kërkon prej teje. Dhe fjala e parë që përdoret në hebraisht është lira. Do të thonë, Zoti kërkon ta druash atë hyjin tënd. Ki im lira et Adonai Elohecha. Kemi dy gjëra që duhen shpjeguar këtu. E para, formimin e fjalisë me ki im. Nuk mund të shpjegojmë me hollësisht nga ana gramatikore, por mjafton të themi se ky ndërtim sintaksor tregon detyrim. Është diçka që duhet bërë me çdo kusht. Çfarë duhet bërë me çdo kusht? Duhet pasur frikë Zotin me çdo kusht. Së dyti do ta kuptojmë si duhet shprehjen frika e Zotit. Fjala frikë këtu nuk nënkupton se prej Zotit duhet me u trem, sikurse tremet njeriu prej ndonjë gjëje të egër që mund të na dëmtojë ose të na marrë jetën. Frika këtu ka kuptim ekzistencial. Është pranim i distancës shumë të madhe në qendje midis njeriu dhe Zotit. Në filozofi thuhet distancë ontologjike. Njeriu e pranon se është shumë i vogël që të hyjë në raport me hyjnin. Nuk e di si do ta përballojë atë takim. Frika e Zotit është gatishmëria e njeriu të hapet para transcendentes, ose më mirë të themi, ban në vete konceptin se Zoti e te i kalon natyrën, se është krijuesi i saj. Katekizmi i Kirkës Katolike thekson se frika e Zotit është frika e respektshme që biri ka ndaj atit të vet, e cila është e mbushur me dashuri për të, jo ajo shërbëtorit që ka frikë se ati do të dënoj nëse nuk sillet mirë se si shërben si duhet. Frika e Zotit është fryt i dashurisë, është dhuratë e Shpirtit Shenjtë. Zoti na jep sepse na do. Kjo dhuratë na ndihmon ta duam atë. Frika e Zotit është besimi se Zoti është transcendent dhe se na ka në dorë dhe se na dëshirojmë të qëndrojmë në dorën e tij. Një detyrim tjetër që parasheh ligji për trirë është të ecësh udhëve të tija. La lechet bechol derachav në hebraisht. Përdoret këto fjala derek, rrugë. Metafora rrugës që nënkupton siç kemi thënë një stil jete, një mënyrë e të qenurit fetar, ashtu si mëson Zoti, evokohet shpesh tek ligji për trirë. Për shembull te kapitulli 5 rreshti 33. Por ecni drejt udhës që ju ka urdhëruar Zoti hyj juaj, që t'jetoni e të kaloni mirë, e të shumohen ditët e jetës suaj në tokën e trashëgimit tuaj. Edhe shumë citime tjera mund t'japim. Kapitulli 8 rreshti 6, kapitulli 11 rreshti 22, kapitulli 19 rreshti 9, 27, 17 e tjerë. Të ecësh rrugës e Zotit do të thënë, do ta shohim me poshtë, të imitosh Zotin, i cili është i drejtë dhe ka mëshirë. Në fakt mëshira është drejtësia më e madhe e Zotit. Pastaj detyrimi tjetër, Zoti do edhe që ta duash atë, ulë ahava oto. Dashuria paraqitet këtu si detyrim, si urdhërim, pikrisht si tek traktatet e vasalitetit që bëheshin në Mesopotami. Traktate që bëhenin asirt me kombe tjera më të vogla, që pranonin të bëheshin vasal, sepse kështu gëzonin mbështetjen e superfuqisë botërore. Çfarë do të thoshte dashuria e vasalit ndaj sovranit?
Ta shpjegojmë këtë shkurtimisht sepse do të na ndihmojë ta kuptojmë edhe tekstin biblik. Dashuria e vasalit ndaj mbretit të madh Asirën kuptonte e para besnikëri politike absolute. Popujt vasal mbështetnin politikisht vetëm mbretin e madh. E dyta, një nënshtrim i vullnetshëm ndaj autoritetit të tij. Është vërtet se nuk kishin tepër shumë zgjidhje tjera, por ata vendosnin që t'i nënshtroheshin krejtësisht vullnetit të mbretit Asir. E treta, ekzekutim i urdhrave. Vasalt kishin detyrime të ndryshme ndaj mbretit të madh, paguanin taksa për shembull, por edhe tregoheshin të gatshëm të ndërhynin në rast të nevojës që mbreti i madh mund të kishte për të shkuar në luftë. Vasali e kishte krejtësisht të ndaluar shpesh edhe të komunikonte me popullat të tjera që ishin anëmike ndaj popullit të madh. E kishte rreptësisht të ndaluar të bënte aleanca me ato mbretëri. Po bëj citime nga traktati i Esarhadonit, që janë një fije paralele me tekstet biblike. Për shembull, duaje Asurbanipalin, princin e madh trashëgimtar, birin e Esarhadonit, mbretit të Asiris si vetveten. Paraleli me tekstin biblik pra është duaje si vetveten. Shembull tjetër, mos vendosni mbi veten tuaj një mbret tjetër, ndryshe nga biri im Asurbanipali, ose një zot tjetër. Gjejmë këtu pra ekskluzivitetin e bindjes ndaj mbretit të madh dhe faktin tjetër se ky mbret i madh konsiderohej si zot dhe konsiderohej si një zot i vetëm që duhet nderuar. Nëse këto paralele biblike me letërsinë mesopotamike ka ndonjë kuptim, siç mendojnë gati të gjithë studiosit e beslidhjes së vjetër, atëherë dashuria që Zoti kërkon nuk ka asgjë të bëjë me ndjenja sentimentale. Është fjala për dashuri që tregon besnikëri, sidomos në gatishmërinë për t'i shërbyer atij. Doje Zotin do më thënë një i gatshëm t'i shërbesh atij gjithmonë. Kjo nënkupton detyrimisht edhe gatishmërinë për ta modeluar elementin ekzistencial. Ta kuptosh se je shërbëtor i Zotit, të shndrohesh në shërbëtorët e tij. Së fundi, tema e zbatimit të urdhërimeve për të mirën tënde, letov lach në hebraisht. Edhe kjo shprehje për të mirën tënde përsëritet shpesh tek ligji për trirë, të jap një shembull prej kapitullit 4, rreshti 14. Baj urdhrimet e tija dhe ligjit e tija që unë po t'i jap, që ti jesh mirë ti dhe bijtë tu pas teje, e të qëndrosh për një kohë të gjatë mbi tokën që Zoti hyjyt do të ta jap. Ligji nuk është një barr e rënd e imponuar nga jashtë, por është një dhuratë që të drejton jetën dhe është për të mirën tënde. Mos mbajtja këtyre rregullave është një dëm që ti, njeri, i bën vetvetes. Te kapitujt 14-15 gjejmë një motiv që studiuesit e kanë quajtur paradoksi i zgjedhjes. Po, Zotit hyjit tënd i përket qielli, qielli i qiellit, toka dhe gjithçka është në të. Rreshti 14 thekson se Zoti është sovran i gjithësisë. Është një mënyrë që përdor ligji për trirë për të thënë se Zoti është krijuesi dhe se e ka në dorë krejt universin e krijuar. Sovranitetin e Zotit e thekson për shembull, sa për dhënë një shembull, por ka pa numër shembuj në Bibël, Psalmi 24, rreshtat 1-2. Ai shprehet kështu: E Zotit është toka dhe gjithçka ajo ka, rruzulli mbar e gjithë banorët e tij. Ai vet e themeloi mbi dete dhe bëri të qëndrueshëm mbi lumej. Megjithatë, ky sovran i rruzullimit ka zgjedhur këtë popull të vogël dhe e ka zgjedhur sepse e ka dashur. Thot rreshti 15, Zoti u lill ngusht me etrit e tu, i deshi e pas tyre në mes të gjithë popujve ju zgjodhi ju. Kështu ky popull do ta konsideroj Zotin si sovran të vetin absolut. Ky është paradoksi. Zoti, sovrani absolut, zgjedh si popull të vetin, popullin më të vogël ndër të gjithë kombet e tjerë. Rreshti 16 ka një kërkesë tjetër: rrethpritni zemrën tuaj dhe mos e ngurroni më zverkun tuaj. Tema e rrethprerjes së zemrës ka nxitur interes në studimet e Biblës me shekuj e shekuj. Rritin e rrethprerjes të paraparë prej librit të Zanafillës, siç e kemi parë duke studiuar Abrahamin, si një rit trupor, ligji për trirë e konsideron si diçka që duhet të shndrohet në nivel shpirtëror. Nuk mjafton rituali fizik, nuk mjafton pra të kryet rrethprerja që personi të thojë se është antar i popullit të Zotit dhe se do të trashëgojë premtime që Zoti ka dhënë Abrahamit e Mojsiut. Është e nevojshme që të zbutet zemra dhe të dëgjohet fjala e tij. Shën Pali e ka cituar një herë këtë pjesë të ligjit të përtrirë tek letra Romakëve kapitulli 2, rreshtat 28-29. Ai shkruan kështu: Judeu i vërtet nuk është ai që shitet për jashtë si i tillë, si edhe rrethprerja e vërtet nuk është ajo shenja e pashme në mish.
Judeu i vërtet është në brendin, edhe rrethprerja vërtet është në zemër, sipas shpirtit e jo sipas germes së ligjit. Lavdia hebreu të vërtet nuk vjen nga njerëzit, por prej hyjit. Dhe së fundi rreshti 17 është një doksologji, sepse Zoti, hyji juaj është hyji i hyjve, Zoti i zotrusve, hyji i madh, i pushtetshëm, i tmerrshëm, që nuk bën krahmajtje, që nuk e prishin dhuratat. Është rasti mirë ta shpjegojmë këtë fjalë, doksologji, që do ta takojmë përsëri tek lexo Biblën me ne. Fjala greke doksa, nër kuptime tjera që ka, do më thënë lëvdat, lavdrim. Doksologjia është fjalë lëvdate, është mënyrë të lëvdohet Zoti. Doksologjia në Bibël është specifike sepse përbëhet përmes formulave të veçanta. T'japim disa shembuj. Psalmi 8, rreshti 2. O Zot, Zoti ynë, sa i mrekullueshëm është emri yt mbi marrëdhën. Me madhëriet e i kalon edhe qiellin. Por kjo është një lëvdat e veçantë e Zotit, mjaft specifike. Libri Daljes kapitulli 15 rreshti 2. Zoti është forca ime dhe fuqia ime. Ai veç ai më shpëtoi. Ai është hyji im, atë lavderoj, është hyjati tim, atë e lartësoj. Pra, kjo është një mënyrë personale e lëvdatës së Zotit. Tek libri Nehemis kapitulli 9, rreshtat 5, 6, gjemi doksologji shumë të famshme. Ngrituni i bekojeni Zotin hyjin tuaj, prej amshimit e në jetë të jetës. Qoftë bekuar emri yt i lavdishëm, i lartësuar, me çdo bekim e lavdi. Ti je një i vetëm, o Zot. Ti e krijove qiellin dhe qiellin e qeve dhe mbar ushtrinë e tyre. E krijove tokën dhe gjithçka është në të, detet e gjithçka është në to. Këtyre të gjithave ti u dha jetë, edhe ushtri qiellore ty të adhurojnë. Ka në thelb 3 lloje lutjesh. Do ta shpjegojmë edhe këtë gjë sepse ja vlen. Një lloj e parë lutjes është lutja e falënderimit, kur Zotit i drejtohemi me mirënjohje për veprën e tij të dashurisë karshinesh. E dyta është një kërkesë, kur i lutemi për nevojat që kemi. Lloji i tretë i lutjes është falënderim, kur karshiti i drejtojmë doksologjin tonë. Një prej doksologjive më të famshme që shprehim është ajo që kuptojmë në përfundimin e lutjes eukaristike në mesh, në për Krishtin e me Krishtin e në Krishtin, ty o atë hyj gjithë pushtetshëm në bashkim me Shpirtin Shenjtë, të qofsh çdo nder e lavdi për të gjithë shekujt e shekujve. Doksologjia e ligjit të përtrirë, kapitulli 10, rreshti 18, përmend 3 atribute të Zotit, se Zoti është i madh, gadol, i fortë, gibor dhe i frikshëm, nora. Mirë po, Zoti nuk e përdor forcën e vet sikurse e përdorin njerëzit. Thot rreshti 18, ai i jep të drejtën vonjakut dhe vejushës, e do të ardhurin i jep ushqimin dhe veshen. Zoti është hyj i drejtë, ai nuk i mban ku i krah, dhe në mënyrë specifike kujdeset për ata që më së shumti kanë nevojë për të. Drejtësia më e madhe që mund të bëhet është kujdesi për ata që më së shumti kanë nevojë për ndihmë, për ata kujt s'ka kush të ndihmojë. Zoti është ai që bën drejtësi ose mishpat në hebraisht, por teksti biblik qartësisht e jep mësimin. Të gjithë ata që e duan Zotin duhet të bëjnë të njëjtën drejtësi. Përfundimisht, thot teksti, kini edhe ju dashuri për të ardhurin, sepse edhe ju keni qenë të ardhur në dheun e Egjiptit. Njeriu duhet të niset prej vetes. Në Egjipt keni qenë të huaj dhe atje ju kanë urryer, por Zoti ju ka liruar. Tani situata ka ndryshuar, tani po merrni tokën e premtuar, jeni të lirë dhe atje do të takoni të huaj. Mos i urreni. Drejtësia që do të bëni ndaj atyre është e njëjta që Zoti ka bërë ndaj jush kur keni qenë në Egjipt. Një prej mësimeve kryesore të ligjit të përtrirë është se njeriu duhet të mundohet gjithmonë të sillet me tjerë, ashtu si Zoti sillet me të. Të bëhet i përkryer, ka thënë Jezu Krishti, ashtu siç është i përkryer Ati ynë qiellor. Të mos i bëhet tjetrit, ka thënë përsëri Jezu Krishti, atë që ti nuk ke dëshirë që dikush tjetër të ta bëjë ty. Kjo është rregulla e artë e cilës gjithmonë do të mundohemi të përmbahemi. Nëse do t'i mbani vërtet të gjitha këto urdhërime që po ju japun dhe do t'i zbatoni e do t'a doni Zotin, hyjin tuaj. Nëse do të ecni të gjitha udhëvet e tija e do të qëndroni të lidhur ngushtë me te, Zoti do t'i dëboj para jush të gjitha këto kombe e ju do t'i pushtoni edhe pse janë më të mëdha e më të forta se ju. Çdo vend që do të shkel këmba juaj, do të jetë juaja. Prej shkretëtirës së Libanit, prej lumit të madhe Eufrate deri në detin perëndimor, do të shtrihet toka juaj. Askush do të mund të qëndroj përballë jush.
Frikën e tmerrin tuaj do ta shtri Zoti, hyi juaj, mbi çdo vend që do ta shkelni, sikur se ju ka thënë. Ja, po juve para sot bekimin edhe mallkimin. Bekimin, nëse do t'i dëgjoni urdhërimet e Zotit hyjt tuaj që unë po ju urdhëroj sot. Mallkimin, nëse nuk do t'i dëgjoni urdhërimet e Zotit hyjt tuaj, por do t'i shmangeni udhës që po ja u dëftoj tani unë e do t'i esni pas hyjnive të huaja që nuk i njihni. Imani men me siguri temat kryesore të kapitullit të 6 të ligjit të përtrir, ku ndodhet Shema Izrael. Shema Izrael kemi thënë është esenca jo vetëm e ligjit të përtrir, por ndoshta edhe krejt besëlidhjes së vjetër. Zoti është një i vetëm, ai na ka zgjedhur sepse na ka dashur dhe prej sklever që kemi qenë na ka bërë njerëz të lirë. Kështu edhe ne ftohemi të jetojmë si njerëz të lirë, të duam Zotin dhe gjithë tjetër, të kemi kujdes sidomos për nevojtarët. Shema Izrael thekson pra temat e dashurisë, bindjes, tokës së premtuar, si dhuratës më të madhe që Zoti siguron jetesës, që i siguron paqe dhe liri. Mbajtja e premtimeve siguron bekimin, sepse ajo mbajtje është stil jetese dhe paqe. Asgjë e keqe nuk ndodh prej kryerjes së drejtësisë. Kemi thënë se drejtësia kryesore është kujdesi për më të fundit, për më të varfrit. Në traditën e kishës sonë, shumë shenjtër e kanë kuptuar këtë. Nëna Tereza për shembull e ka kushtuar krejt jetën e vet në shërbim të më të varfërve ndër më të varfrit dhe më të smurve ndër më të smurit. Ajo theksonte, dhe kjo është diçka specifike e mësimit të saj dhe përvojës së saj shpirtërore, se më i varfri ndër më të varfrit është ai që nuk është i dashur, që nuk është i pranuar prej askujt. Ajo është braktisja më e madhe, thoshte nëna Tereza. Prandaj ajo këshillonte, mos bëj gjëra të mëdha, bëj vetëm gjëra të vogla, por me dashuri të madhe. Ndonjëherë, një akt dashurie, sado e vogël, bëhet diçka shumë e madhe për dikë tjetër. Një buzëqeshje, thonte ajo, nuk kushton asgjë, por dikuj do më thon shumë. Ligji i përtrir, kapitulli 11, rreshtat 22-28 që lexuam, përfundojnë në një farë mënyrë bisedën e Shema Izrael. Janë një përmbledhje, një rikujtim për lexuesin. Duke lexuar të rreshta, na duket se po lexojmë përsëri kapitullin 6 të ligjit të përtrir. Veçanërisht do të theksojmë këto çështjen e kushtit. Kemi formulimin nëse do t'i mbani atëherë, nëse nuk do t'i mbani atëherë. Pra ka një kusht, varet prej njeriut. Ky formulim që përsëritet shpesh te ligji i përtrir do të vazhdojë deri tek përfundimi i librit të dytë të mbretërve, por gjendet edhe në tekste të tjera të besëlidhjes së vjetër që janë të shkruara me ndikimin e ligjit të përtrir. Kushtin nëse atëherë do ta takojmë shumë herë gjatë takimeve tona lexo Biblën me ne. Ta lexojmë pra kapitullin 11 rreshtat 22 deri 23. Nëse do t'i mbani vërtet të gjitha këto urdhërime që po ju jap unë dhe do t'i zbatoni e do ta doni Zotin hyjin tuaj, nëse do të ecni të gjitha udhëvet e tija, do të qëndroni të lidhur ngushtë me të, Zoti do t'i dëbojë para jush të gjitha këto kombe e ju do t'i pushtoni edhe pse janë më të mëdha e më të forta se ju. Në hebraisht kemi formulimin ki im shamor tishmerun, që duhet të përkthehet me formulimin nëse për një mend do t'i mbani, nëse një mend do t'i mbani me kujdes. Kuptohet thirrja, jo të mban rregulloret në mënyrë sipërfaqësore, jo pa përkushtim, por me thellim shumë të madh, me përkushtim absolute të mundur, jo me dhunë, jo me sforco, por me dashuri, me mendje të mushën. Në hebraisht përdore këtu një folje që dëshiroj ta shpjegoj, folja davak, që do më thënë me u kap për diçka, me u lidh për diçka, me u njit për diçka, mos me u nda asesi. Shprehja është që të qëndroni të lidhur ngushtë me të. Është e njëjta folje që përdoret tek Zanafilla kapitulli 2, rreshti 24, ku Zoti thotë se njeriu do ta lërë të atin e emën e vet e do të jetojë bashkë me gruan e vet e do të bëhen një trup i vetëm. Ta lexojmë këtu tekstin hebraik sepse është i rëndësishëm. Vedavak be ishto ve haju le vasar ehad. Ideja është që jepet është se burri do të bashkohet, do të kapet, do të njitet praktikisht me gruan e vet dhe do të jenë një mish i vetëm, një trup i vetëm. Kjo tregon se me Zotin kërkohet një marrëdhënie e vazhdueshme, një bashkim i plot, i pandashëm. Është në pyetje një raport midis dy personave. Thjesht zbatimi i normave pa marrëdhënie të gjallë me Zotin është i pa efekt,
përveç se është i mërzitshëm dhe frustrues. Rreshti 23 tregon se Zoti do të bëjë mrekulli. Izraeli do të trashëgojë tokën e premtuar, por jo me forcën e vet. Zoti dhuron lirinë e jetesës, të cilën populli nuk mund t'ia sigurojë vetes asesi prej vetvetes. Njeriu nuk duhet të mendojë se ky bashkim me Zotin është i paarritshëm, se kjo dhuratë që Zoti jep është për të vështirë të pranohet, sepse Zoti ndihmon t'i luftojë armiqt. Shpesh armiqt personifikohen me dobësitë personale të njeriut, me mungesën e gatishmërisë individuale për pranimin e dhuratës së Zotit. Zoti ndihmon edhe në atë aspekt. Rreshti 24 thekson se çdo vend që të shkel këmba juaj do të jetë e juaji, prej shkretirës e Libanit, prej lumit të madh Eufrat e deri në detin perëndimor do të shtrihet toka juaj. Këtu përmenden kufijtë e Izraelit, Libani dhe Mesopotamia në verilindje, deti mesdhej në perëndim, shkretira Negevit, edhe pse nuk përmendet, kuptohet në jug. Të gjitha këto territore do të shkelen me këmbë. Kjo thekson se do të merren në pushtet të gjitha dhe kjo ka rëndësi të veçantë. Për ekzistencën e një kombi në paqe, në përgjithësi, ka nevojë që ky komb të ketë tokë dhe të ketë kufi. Ka nevojë patjetër edhe që ta ketë një kryeqytet dhe një udhëheqës që i brin, por toka është thelbësorja. Izraelit i sigurohet toka, ai duhet të përkushtohet plotësisht për Zotin nëse do që ta marrë në pronësi dhe pasi që ta marrin, ta mbajë pa e humbur. Rreshti 25 thekson se Zoti do të përhap tmerr ndaj popullatave tjera. Askush do të mund të qëndrojë përballë jush. Frikën e tmerrin tuaj do ta shtrijë Zoti, hyj juaj, mi çdo vend që do ta shkelni, siç ju ka thënë. Kjo është një formulë gati ushtarake që garanton mbrojtjen hyjnore, që sjell tmerrë frikë tek popujt tjerë. Sipas ligjit të përtrirë, gjithë bota do të kuptojë se Izraeli është një popull i vogël, por se Zoti që e ka dashur, zgjedhur dhe liruar është i madh. Edhe Izraeli dhe kombet tjera do të lavdërojnë Zotin, të cilit nuk mund t'i bëjë ballë askush. Mësimi këto është i qartë, Zoti është i fortë dhe ai bën mrekulli. Prandaj thot rreshti 26, ja, po juve para sot bekimin dhe dëmallkimin. Në hebraisht gjejmë shprehjen në urdhërore re'e, shiko, shi. Zoti po flet për diçka serioze, nuk është thjesht ftesë me a hjell syt, është ftesë me fjalë tjera me pas kujdes, si për diçka jetike. Sot, hajom, Zoti po e bën këtë vepër. Sot, edhe nëse nga ana historike ngjarja ka kryer ka herë. Kjo ngjarje në të vërtetë nuk kryen asnjëherë, sepse vepra e Zotit bëhet aktuale gjithmonë, i përket personit dhe marrëdhënies së tij me Zotin. Nuk është diçka që ka qenë aktuale për të parë, por që sot nuk ka asnjë peshë, përkundrazi sot ka të njëjtën peshë për mua që ka pas në të kaluarën për të parët. Ligji i përtrir përdor tok fjalshin bekim dhe mallkim. Braha u kulela është qendra e mësimit mbi beslidhjen. Bekimi dhe mallkimi nuk janë veprimtari egzoterike, nuk janë gjëra që Zoti dërgon prej qiellit, por janë pasojë e asaj që kemi theksuar tashmë. Rrjedhin prej marrëdhënies së Zotit me popullin. Bekimi i Zotit nuk është diçka automatike, është rrjedhoj e bashkimit të njeriut me të. E mbani mend foljen Davak që shpjegua më sipër. As mallkimi nuk është diçka egzoterike. Nuk është fjala për fjalë që Zoti dërgon prej qiellit, fjalë mallkuese. Përkundrazi, mallkimi nënkupton një gabim të madh, ndarjen e njeriut nga Zoti, largimin prej tij, ecjen rrugëve tjera. Kjo distancë që njeriu vet zgjedh përbën mallkimin e tij. Pra bekimi dhe mallkimi janë zgjedhje e njeriut, se njeriu ka dy rrugë, nuk ka tjera. Ose të bashkohet me Zotin dhe të ndjek mësimet e tija, ose të largohet prej Zotit dhe të shkojë rrugëve tjera. Ka rrezik, thot rreshti 16, që zemra t'ju tradhtoj, e të largoheni prej Zotit, e t'u shërbeni, e t'u adhuroni zotat e huaj. Njeriu mundet me u mashtru gjithmonë, duhet të ketë kujdes. Rreshti 27 përshkruan bekimin. Bekimi, nëse do t'i dëgjoni urdhrimet e Zotit, hyj tuaj, që unë po ju urdhroj sot. Kushti është dëgjimi i urdhrimeve. Përsëritet folja Shama, si tek Shema Izrael. E kemi thënë disa herë, dëgjimi nuk është çështje veshësh, por zemre. Është përgjigje dashurie. Është thellimi i përditshëm i marrëdhënies me Zotin. Mallkimi nga ana tjetër është i lidhur me idhujtarin. Do të flasim shpesh për idhujtarin, por edhe rreshti 28 shpjegon shumë mirë esencën e saj, duke qortuar mbi mallkimin. Nëse nuk do t'i dëgjoni urdhrimet e Zotit hyj tuaj,
por do t'i shmangeni udhës që po ju adeftoj tani, unë, e do t'esni pas hynive të huaja që nuk i njihni. Gabimi i mundur është i dyfisht, nëse nuk do t'i dëgjoni urdhërimet, është rasti kur njeriu dëgjon dhe thot jo, dhe e dyta, largimin nga Zoti për të ndjekur zota tjerë. Zota tjerë që përmenden këto janë zota që nuk i njihni, Elohim, Acherim, Asher, Lo, Jedatem. Ligji për tire përmend shpesh këtë sintagm. Folja Yada me njoft në hebraisht ka kuptim përjetues, nënkupton një marrëdhënie jetese të përbashkët, një njohje intime. Idhujtaria është gabim shumë i madh, sepse së pari nënkupton raport me një hyni që nuk ekziston, por edhe në thelb nuk është asisoj që të siguroj marrëdhënie ekzistenciale me të që të bazohet në dashuri të ndërsjellë. Gabimi tjetër edhe më i madh është mungesa e mirënjohjes ndaj Zotit, që e njeh dhe me cilin ke raporte të bazuara në përvojë, në dashurinë e pafundme të Tij, të cilën ai e ka dëshmuar në histori. Të përfundojmë me disa konkluzione teologjike. Së pari, çështja e lirisë së zgjedhjes. Kjo është në esencën e fesë. Njeriu zgjedh jetën ose vdekjen, është vendimi i tij. E dyta, beslidhja është me kushte. Ndryshe nga premtimi i Abrahamit që gjejmë te kapitulli 12 i Zanafils, te kapitulli 15, kapitulli 17, teologjia e beslidhjes në ligjin e përtrirë është me kushte. Toka është e premtuar, por gëzimi i saj varet nga fjala shama, nga dëgjimi. Beslidhja është dhuratë, por nuk është dhuratë automatike, nuk është e garantuar. Njeriu duhet të përpiqet ta gëzojë duke zgjedhur jetë, bekim, jo vdekje, mallkim. Toka është e premtuar, është dhuratë e paçmueshme, por edhe përgjegjësi e madhe. Toka është vendi konkret ku Zoti zgjidhet nga ana e Izraelit. Aty Izraeli do ta dëshmojë bindjen e tij pikërisht në tokë. Është vendi ku jep premtimin e besnikërisë, pikërisht në ngjarjet e përditshme të jetës. Nëse do ta ambush mendjen yt vëlla, biri i nanës sate, ose biri yt, ose bia jote, ose gruaja që e mban gryk, ose miku që e do si jetën tënde, e fshehtazi të thot: eja të shërbejmë zotave të huaj, të cilët nuk i njohet ti as etërit e tu, hyjnive të popujve të afërt ose të largët, që ju rrethojnë prej njerit në skajnë tjetër të vendit. Mos prano, mos dëgjo, as të mos e fal syri yt që të kesh mëshire ta mbash fshet, por vroje. Së pari le të lartësohet dora jote për ta vrarë, e pastaj le ta lartësoj dorën e vetë mbar populli. Le të vritet me gur, sepse deshi të largoj prej Zotit, hyjt tënd, që të nxori nga toka e Egjiptit, prej shtëpisë së skllavërisë, që kur të dëgjoj mbar Izraeli, të ketë frikë, që të mos gjendet mendo kush në mesin tënd që ta bëjë një gjë të tillë. Kapitulli 13 i ligjit të përtrirë trajton një temë të vetme, nxitjen për apostazi. Me fjalën apostazi nënkuptojmë mohimin e vetëdijshëm dhe aktiv të fesë. Tek rreshti 7 që lexuam thuhet kështu: nëse do ta mbush mendjen yt vlla, biri në nësate, ose biri yt, ose bia jote, ose gruaja që e përqafon, ose miku që e do si jetën tënde, e fshehtazi të thot: eja të shërbejmë zotave të huaj, të cilët nuk i njohe ti as etrit e tu. Bëhen këtu bashk 5 marrëdhënie njerëzore. Yt vlla, biri i nënësate, vllau është personi më i afërt e më i besueshëm për njeriu. Ose biri yt ose bia jote, fëmijët, të cilët prindi i mbron, i mëson, ka për ta ndjenja të veçanta. Gruaja që përqafon, gruaja e prehrit tënd fjalë për fjalë, pra ajo me cilën ke lidhur jetën dhe e bashkëndan me të. Miku që e do si jetën tënde, është fjala për shokun e ngushtë, nuk ka rëndësi kush pra, kushdo qoftë që fshehur azi, fton për apostazi, duhet ndërhy sepse është diçka e rrezikshme. Pse është e rrezikshme kur është fshehur azi? Sepse nuk ka mbrojtje të komunitetit. Mund të dëmtojë individët e dobët. Ata mund të nxisin me këto fjalë: eja të shërbejmë zotave të huaj, të cilët nuk i njohe ti as etrit e tu. Të shkojmë e të shërbejmë
dy folje që i atribuohen atyre që ndjekin Zotin. Kemi thënë se rrugët në të cilat duhet ecur janë rrugët e Zotit, jo ata që ndjekin zota tjerë. Vetëm Zotit i duhet shërbyer, jo zotave tjerë. Shërbimin dhe ndjekjen e zotave të panjohur e kemi shpjeguar tashmë. Janë ato zota kashit të cilve nuk ushtrohet far dashurie, sepse asnjë far dashurie as s'është marrë prej tyre. Arsyeja e ndjekjes së tyre është dëshira ose qëllimi i largimit nga Zoti që kanë njohur dhe dashur, pra pikërisht apostazia. Rreshti 9 thekson se nuk duhet dëgjuar këto ftesa për apostazi, prej kujt do që të vinë, qoftë edhe prej njerëzve të tu me të afërt. E para, mos i pëlqe, mos i mirato. Do më thonë, as të mos të pëlqejnë ty personalisht, as mos të arrejnë mendjen dhe as mos u thuaj atyre se po bën mirë. Mos u dëgjo, pra mos u bind, dihet i bindemi vetëm Zotit, folja këtu ishte shama, lotishma, mos u bind atyre se do t'i bindesh Zotit. E treta, syri yt mos të ketë mëshirë, mos të dhimen, mos të mashtrojnë ndjenjat natyrore që ke për ata njerëz të dashur. Mos thuaj po më dhimet, po m'bjen keq që për shembull vllai im ose djali im ose gruaja ime po bën ashtu. Ti nuk duhet të kesh mëshirë për arsye emocionale. Tjetra, mos e kurse, mos tolero pra në asnjë mënyrë idenë e tyre si diçka të pranueshme. Nëse është e papranueshme, mos e prano. Dhe e fundit, mos e fshi, mos e mbulo, mos e justifiko, nëse e kanë gabim, e kanë gabim. Teksti thot se gjitha ata që ftojnë për apostazi duhen vrarë. Është evidente se thirrja e tekstit këtu nuk është praktike, por teologjike. Këto rreshta mësojnë se besnikëria ndaj Zotit duhet ruajtur në ekstrem, me çdo kusht, edhe brenda gjirit familjar. Pra në këtë mënyrë kuptojmë edhe esencën e librit të ligjit të përtrirë. Nëse duhem ta shpjegoj me një fjalë, fjala kryesore këtu është shama, dëgjes, besnikëri. Në këtë pjesë të ligjit të përtrirë, shfaqet edhe një herë figura e Mojsiut. Hyi e urdhëron atë të përgatisë për të dytën herë dyra saguri, edhe aty Hyi rishkroi të njëjtat fjalë që kishte shkruar te krasat e para që Mojsiu i kishte thyer. Hyi tregon edhe një herë besnikërinë e tij tek fisi i Levit, fis i cili u tregua besnik dhe i bindur ndaj urdhërimeve të tij. Këtij fisi ju ngarkua detyra për të mbajtur arkën e beslidhjes së Zotit, për të qëndruar në shërbes në praninë e Zotit dhe për të bekuar në emër të tij. Ky fis veçohet nga fiset e tjera, si i përzgjedhur nga Hyi, që do të ishte i plotësuar nga hiri hyjnor dhe nuk do të kishte nevojë për gjëra toksore. Për këtë arsye, ai nuk ka pjesë as pronë si vëllezërit e tij. Prej fisit Levitëve, Hyi premton se do të dalë një profet, të cilin populli duhet ta dëgjojë. Për Hyin, besnikëria ndaj Zotit, shmangja e praktikave të errta dhe rëndësia e besimit të vërtetë janë ato që nuk na largojnë prej udhës së Zotit. Mojsiu u bën thirrje e izraelitëve të duajnë Hyin dhe të ndjekin udhëzimet e tij. Hyi kërkon bindje dhe besnikëri nga populli i tij. Ai i kujton popullit të Izraelit kohën kur etërit aq të dashur për të shkuan në Egjipt dhe nga 70 frymë ky popull u rit sa yjet në qiell. Hyi është për krahas i jetimëve, vejushave, të varfërve dhe të pamundurve. Ai është forca që mbështet të pamundurit edhe në ditët e sotmeve. Hyi është burim gëzimi, dashurie për të gjithë njerëzit në nevojë. E vetmja gjë që Zoti kërkon nga njeriu është një zemër e pastër, një zemër që mirëpret, e hapur për të tjerët, për të pranuar Hyin, hirin dhe dashurinë e tij. Hyi fton njeriu të dojë Zotin dhe t'i shërbejë atij sipas udhëzimeve të tij. Hyi fton popullin e Izraelit të shohë fuqinë e tij, që nga dalja nga toka e Egjiptit, ecja në shkretë të tirë, e deri në ditët e sotme. Po ne, a e kthejmë ndonjëherë kokën mbrapa për të parë mrekullitë që Hyi ka bërë me jetën tonë dhe sa sfida kemi kaluar fal pranisë së tij? Hyi tregohet besnik ndaj premtimeve të tij. Ai fton popullin e Izraelit
të përgatitet për të hyrë në tokën e premtuar. Në këtë tokë, populli do të mund të siguronte gjithçka që i nevojitej. Hyi do të çonte shirat në kohën e dur, do të jepte ushqim për të gjithë, do të kishte gjithçka që nevojitej. Por hyi kërkonte një gjë të vetme, besnikëri me zemër të pastër. Hyi kërkon popullit të mos adhurojnë zot tjetër përveç tij. Nëse populli ndjek udhëzimet e hyjit dhe nuk e tradhton atë, atëherë ai do të jetë një popull i bekuar dhe hyi do të jetë ndihma e tij. Hyi mëson popullin e Izraelit si ta adhurojë atë. Hyi fton që të shkatërohen të gjitha alteret e popujve të tjerë dhe populli të adhurojë hyin e vet në vendet e përzgjedhura prej tij. Vetëm aty, vetëm në vendet e zgjedhura nga Zoti mund të bënte fli. Aty mund të hanin e të gëzonin në praninë e Zotit. Hyi urdhëron që populli i Izraelit, kur të hyjë në tokën e premtuar, të dallohen nga popujt e tjerë, duke adhuruar vetëm Zotin e vet. Hyi nuk duhet të ngatërohet në adhurim me hynit pagane. Hyi bën thirrje popullit të Izraelit të bëj kujdes nga profetë e rinj, të cilët, për t'i larguar nga Zoti, duket sikur bëjnë një mrekulli. Kush qëndron besnik me hyin, është i bekuar dhe i lumtur në të. Kush largohet për hyjit dhe beson në hynit e tjera, është i humbur dhe i dështuar. Sytë tanë duhet të jenë të drejtuar nga hyi, duke bërë vullnetin e tij. Secili prej nesh, me gjithë qenin e vet, duhet të jetë në shërbim të fjalës së mirë. Hyi na fton të jemi bijtë e tij, të jemi krenar që jemi populli i tij i zgjedhur. Secili prej nesh është i veçantë në sytë e Zotit. Jo të gjitha kafshët konsiderohen të pastra para hyjit, edhe midis tyre bën dallime. Njeriu është i ftuar të hajë mishin e kafshëve të pastra. Hyi kërkon që një pjesë e fitimeve që marrin nga toka t'ia shpërndajë njerëzve në nevojë, jetimëve, vejushave, të sëmurëve, levitëve. Edhe në kohën tonë të përditshme, të krishterët nuk duhet të jenë pre vetëm e pasurisë, por të jenë fryti i dashurisë, mëshirës dhe dhurimit. Një krishter nuk duhet të largojë sytë e tij nga njerëzit në nevojë, dhe as të ligështohet, nëse vllai e ka të pamundur t'i kthej borxhin atij. Hyi kërkon që dhurata të bëhen pa një zemër të ligsht, por me vullnet dhe dëshirë. Çdo njeri që zbaton këshillat e hyjit do të bekohet dhe asgjë nuk do t'i mungojë. Njerëzit janë mozaik, plotësues të njëri tjetrit. Askush nuk i ka të gjitha, por e gjitha ndërtohet nga kontributi i secilit prej nesh. Asgjë njeriu nuk ka fituar nga merita, por gjithçka njeriut i është dhënë nga hyi, dhe kjo gjithçka që është dhënë dhuratë duhet të dhurohet plotësisht. Lajmi i mirë nuk është një lajm që duhet të mbetet tek ne, por duhet të shpërndahet me gëzim edhe tek të tjerët, nëpërmjet dëshmisë së jetës sonë të krishterë. Jemi të thirrur të mirëpresim në komunitetet tona të krishtera, cilindo që dëshiron të afrohet me hyn, duke mirëpritur atë dhe duke përqafuar si vllajin tonë në Krishtin. Dashuria jonë duhet të jetë rrezatuese tek të tjerët, që kushdo na sheh, na dallon dhe na veçon. Hyi le të lirë për veprime njerëzit, nuk i detyron ata, por në lirinë e vet, njeriu duhet të njohë Zotin, dashurinë e tij, dhe këtë dashuri t'ia përcjell edhe njerëzve që e rrethojnë. Hyi i kërkon popullit të Izraelit të kremtojë festën e Pashkëve dhe të kujtojë mrekullinë që hyi ka bërë me popullin e Izraelit, duke nxjerrë atë nga skllavëria e Egjiptit. Shpeshherë në këtë kapitull përmendet numri 7. 7 ditë, 7 javë, 7 vite. Numri 7 është numri i përsosmërisë dhe pastrimit. Hyi i fton njerëzit të jenë të pastër fizikisht dhe shpirtërisht. Nuk duhet të harrojnë kur të mira që hyi ka dhënë. Raporti që kërkon hyi nuk është një raport që lidhet vetëm me qiellin, por është një raport i cili lidhet edhe me tokën, me njerëzit që na rrethojnë. Hyi kërkon që njeriu të jetë i drejtë dhe të mbrojë drejtësinë. Njerëzit nuk duhet të besojnë në hyjni të tjera,
dhe të shërben atyre. Çdo kush që i shërben hyjnive të tjera është i humbur. Për çdo vendim apo mosmarrveshje, njerëzit duhet i drejtoheshin gjykatësve dhe ta merrnin të mirëqen atë që ata vendosnin. Mbreti i tyre duhet të ishte një njeri i zgjedhur nga populli, jo i pasur. Zemra e tij të mos jetë e mbushur nga pasuri toksore, por në brendësi të tij të jetë hiri ynor. Të mos bëhet egoist dhe të mos ketë dëshirën të kthehet në Egjipt, vend në të cilin ai trajtoi si sklav. Hyi nuk kërkon të trajtoj popullin e vet si sklav, por e trajton me dinjitet dhe dashuri. Fisi Levit nuk mori trashëgimi toke si fiset e tjera, sepse ishin në shërbim të Zotit. Populli duhet t'i mbështesë ata me oferta. Hyi ndalon që populli i Izraelit të besonte në fall, magji, thirrjen e të vdekurve, parashikimin e fatit, apo të tjera, duke ia bërë të ditur izraelitëve se këto gjëra nuk ishin të pëlqyeshme në sytë e Zotit. Dashuria e hyjit me njeriu nuk ka kufi. Ndonjëherë edhe ne kemi të vështirë të kuptojmë këtë mister, sepse në mendësinë tonë të duash do të thotë të mbash pranë, të zotërosh, të mos lëshosh. Ajo çka duhet të gëzojë zemrat tona janë fjalët. Unë jam me ju çdo ditë, deri në mbarimin e botës. Edhe kur ndihemi vetëm, edhe kur jemi të dekurajuar, duhet ta dimë se Krishti është me ne. Ndoshta jo gjithmonë në mënyrën që ne do të donim, ndoshta jo gjithmonë me shenja të dukshme, por realisht i pranishëm në fjalën e tij, në Eukaristi, në kish, tek të varfrit, në eshtin e zemrës. Dhe ndërsa ngrem sy drejt qiellit, nuk duhet të harrojmë tokën, sepse është këtu, në jetën e përditshme, që Zoti na kërkon të jemi dëshmitar të tij, në familje, në vendet e punës, në shkolla, në lodhjet e përditshme, në plagët e njerëzve, në vetmi, në varfëri. Kështu Ungjilli vazhdon të ecë në histori me Krishtin që na shoqëron. Në takimin e ardhshëm vazhdojmë me leximin e librit të Ligjit të Përtrir. Do t'i themi disa fjalë mbi profecinë e vërtetë, disa fjalë lidhur me magjin që libri i Ligjit të Përtrir i ndalon me shumë forcë. Pjesë që do të lexojmë janë prej kapitujve 19 deri 28. Bëni mirë t'i lexoni të shtëpia nëse doni, sepse do t'i kuptoni më mirë. Ne si gjithmonë ju falenderojmë për vëmendjen tuaj. Zoti ju bekoftë të gjithëve.